Për 2015 ja kom nisën punëve me punu me lula bim mjekuse aromatike. Mulla gazez është shumë sheruse për të mushknit. Aja është nona e bimve për mushkni. 5 punëtori jena të rregullt në sezon të verës. Cicrat që kanë femnat problemet e tyne, po është edhe për të gripet. Rezultati është 100%. Se unë e marrë përgjithsin për që bim. Që ati personi që ti asi, unë e marrë edhe përgjithsin. Unë jam mas që ti qisoj lullë rregullisht jam asojna. Nëse nuk është në pyetje veç parja, pyetje parja, po është shneti. Përshëndetje miq, temi më të mirë nga unë Dorontina. Sot kemi orë në fshatin Shashkovc, komuna e Prishtinës. E keni parasysh këtë lloj bime që e mbajun në dorë për çka shërben? Është bim mjekësore e cila shëron shumë sëmundje. Jemi mësuar me pas storje, me realizu storje, me meshkuj suksesshëm, fermer, biznese, etj. Por sot pak më ndryshe prej herave të tjera. Sot kemi orë tek një femër, një zoj, një grua, e cila është fermere e disa lloj bimeve mjekësore. E për më shumë detaje, rrini me neve gjithçysh, se kam shumë çka për me ju tregu. Hajtini. Përshëndetje dashur. Përshëndetje. A je mirë? Mirë se erdh. Mirë se ju gjem, faleminderit shumë për pritjen. Unë jam Bityçi, fshati Shashkovc, komunë e Prishtinës. Po. Unë jam një fermere që mirë na për 2015 ja kom nisën punëve me punu me lula bim mjekuse aromatike. Gjitha llojet që i përdorum këtu janë sheruse. Ne i kultivojna për fidanit edhe në plantazh këtë, në tharje këtë, deri në finale, e bojna punën. Unë po du me ndalë edhe pak tek pjesa kretë në fillim kur keni fillu që shka lind ideja. A ke vështirë hapat e parë, a ke të vështirë apo çish? Hapat e parë si çdo biznes është e vështirë. Fillimi i punës tem o kanë fillim spontane. Me një kolege... Çish lindi ideja? Po, ideja me një kolege temen, aja ka bo avushe bonjako, aja i ka bo fidanet edhe mi ka prezentu qështu, unë me një herë kom marrë atë ide cona edhe ja kom fillu me provu. Fillimin e kom fillu me lula bim mjekuse me mulla gazez. Mulla gazez është shumë sheruse për të mushknit. Aja është nona e bimve për mushkni. Edhe me to kena fillu me 3 orë, tashti kena 30 orë të kultivune. Fillojna edhe me fidanet tyne, tashti edhe me tjera të grahë, se tashti na në kompanin tune që i kena, jena për 50 fermere që punojna gjitha me bim mjekuse. Po, dhe më thonë këtë biznesin ju keni dhe punëtor? Punëtore femna? Po, kena punëtore femna. Meshkuja keni apo vetëm femna? Kena mashkuj, burrën e kam. Mashkuj që na përkrat të livrimi që e livran këtë, i pastran. Me sa punëtore bashkëpunon e keni biznesin? Biznesin e kam vetë personal. Po që ju ndihmon. Po, punëtoret në sezon të verës i kam edhe 3 punëtore, 2 nuset e mia punojnë me mua, edhe qika e vogël punon me mua, edhe burri është rregullisht 5 punëtori jena të rregullt në sezon të verës. Po, e dashur unë kisha dashur me ndalë më shumë tek pjesa fiks për çka kom marrë, me mi përshkru pak më shumë detaje, bimt mjekësore, për çka shërbejnë, për çfarë lloj sëmundje më saktësisht, për shkak se kem një numër të madh publikut edhe pak a shumë krejt kemi halle deri te probleme me shëndetin, edhe po shpresoj që sadopak dikujt ka me ju gjin ndonjë lloj bime që gjendet këtu pranesh. Po fillojmë prej këtyne. Që kja lull, që jam të e nukën. Veç jetë me mu shtone t'ju marrë të knaqna. Që kja është lull shërbele. Lull shërbele shërben për shumë lloj smuja, sidomos të femnat, kja është numër 1. Po edhe për gripe, për dorët, po sidomos të femnat që kanë problemet si çdo femën. Po munde me cek shlirë e menopauza. Të menopauza, të cicrat që kanë femnat problemet e tyne, po është edhe për të gripet. Kur jemi tek menopauza, për shkak se unë personalisht një shumë gra që e kanë këtë problem, është ligji natyrës në fund të ditës, çka shërben konkretisht ose çka parandalon për shkak se e di që ju krijon temperaturë të madhe, nervozizëm e tjerë. Çka shërben sakt? Kja sakt, kja kur thohet, e merr e përdor 2 herë në ditë cilë, lloj çaj, çaj normal e përdor, i qet një sasi
qysh me thonë 10 gram, nuk qetë ma tepër. Po e zin? Po e qetë e zin, edhe e mlon me një kapak mos mi dalën era, 2 herë ditet që kja përdoret. Aja është... Para buke, mas buke nuk ka problem? Jo, s'ka problem, po në mëngjes është gjithë shkopi. Ma efektive. Po, ma efektive. Po. Edhe kja, sidomos të femna që kanë problemet të cicrat të mëne pa uza, ja vjek dhimten, i një mënë se javë që canë trunin, është edhe shumë qëtësus. Po. Po këto do të me përdor, me ditë edhe qysh me përdor. E përdor 2 javë dit, ka 2 herë ditet, edhe bën një pauzë, 1 javë dhe di që do të me po pauzën e qajt. Mandej fillon Tani prap e përdor, rregullisht për shembull. Përdoret edhe për të sinost, përdoret Çish edhe përdoret tek sinost? të sinost çaj. Kret si Një, çaj. po, aha, Kret çaj okay. përdoret 2 herë ditet kja, edhe e sheh, se ta qetson dhimbten, e qetson nervin. Na që kena nervi për shembull të rrug shtresit, rrug atë, Normalisht. qetson edhe për çata. Po edhe qëron, jo vetë që qetson, po edhe qëron. Po më intereson, a ke pas prej femnave të interesume? Po kum pas për femna. Edhe a ke marrë ndonjë mesazh më pastaj që për një me ka pas efekt edhe tu ka falenderu? Ka pasën efekt, edhe besa që me një kolege që kështu që punojna bashkë, edhe në treg aty në orë kanë marrë prap, edhe na kanë falenderu se shkaku të mëni pa uza, të cicrat, të problemet e femnave sidomos, kja u konë shumë edhe vinë marrin rregullisht. A mundesh me tregu çmimin? Dikush mundet të dhe mos mi pas e lem për nas gjë? Jo, çmimi nuk është i shtret, i kësaj bimës, se një çaj i paketun 100 gram i ka, se i paketojnë anë qaja, është 2 euro gjysë. është shumë e lirë. Po, kuron pyetje shëndeti, na i gjojmë ku jene Po, në është edhe se na e marrëm një në shitore, po nuk është bio, pse e ka filterin. Qaj filter nuk është i shnetshëm, po na shkojmë e morëm, a që kja është shumë ma e shnetshme se që ato që e morëm. Po normalisht ai është procesuar. Se kja është krejt bio, na nuk guxojna me përdor kur gjohet që pas natyra shka i ban. Na dhe fix natyr jim, mos po dit dokument ma... Fix natyr, po edhe nuk guxojna kur far plehum ju qitë këtyne pesticide që pjohtojnë këta, na me kur gjohet që pas të qka i ujitëm, i kërëm. Veç ujtë zotit. Uj, që i bonarit të. Plus, analizat ja kena bo, se pa ja bo analizat nuk guxojna, se unë e marrë përgjësin për që të bim. Normalisht. Qati personi që ti asi, unë e marrë edhe përgjësin. Unë jam mas që ti saj lullë regullisht jam asojna. Pse? Se unë ty ta jepi edhe nesra nuk du me pas problem, po du shërimin, jo problemin. Edhe unë jam gjithë, për çka t'jen diçka që është me breng, po s'ka brenga të këtu se janë original lula bio. Po më pëlqen që i qëndron prapa punës tone, edhe dhe më thonë, edhe rezultatit i flet. Po, me ka jep llogari. Llogarin ja jepi për, nëse nuk është në pyetje veçparja, se ne krejt punojna për por, ajo është normale. Po nuk është pyetje porja, po është shneti. Po, shneti i njerit. Te që kja lula knena, mujna me shku edhe... Po, hajde. Po vazhdojmë në që shtës mi spjegon gjitha. Po, që mund është mi po edhe knena, se unë i kam loj, po nuk është njëherë koha bashkë e përshtaq me halase, veç sa kena fillu. Po, edhe jemi në pranverë veç fillimi edhe normalisht. Po, është, në planta është që punohet, jo veç me thonën me fjallë, po shihet. Që kja është lullë të rumza, që kja është një loj për kësaj bëhet loj qaj, edhe është shumë e mirë, edhe kja është për gjitha smujat. Nona e krejt bimve është trumsa. Po. Bretresha. Bretresha e lula bimje kuse është trumsa. Edhe në qitë trums, tash që kja vjen të u zhvillu, të u rrit, lullan edhe bletat që këmba edhe bleta atë, që ushqehet bleta në qitë lull, është kilogramit 60 euro se qaq është e mirë edhe qaq ka shërim. Është tamam bio. Po, bio. Ke fillu me imbajt blet për shkak se e ki edhe këtë lullën këtu, edhe dënë me pas tamam mjaltin bio, që me shit edhe mjaltin. Mjaltin edhe me shit, po edhe me kanë tamonile shërus, bashkë për shkalypet për smuja, për qata. E këtë bërë, unë e veç e bona një tuf me lullë, ka pak të mi jep. Në qitë pjesën ku po do këtë, që të e kum pas kalendull, se këtë pjesë janë, tash po shihet që u konën këtë, po nuk është... Nuk e ka kohën, nuk e ka kohën, që ka nisën me fillu edhe kja, se kja tash do të më punu edhe muasi,
kalendula është një lloj lule dhe kjo bëhet si çaj. Kësaj na i mlidhen veç lulat. Jo sikur na këtu që kurrën këtë, kësaj i mlidhen veç lulat, i bën lulat e sareta edhe përdoret për mykën e zorrët mrenshme. Për organizmin e mykit mrena që janë. Që kjo është kalendula. Edhe kjo përdoret sikur çaj. E njëjtë, procedurat i kanë si të njëjta, dohet mi mbledh, mi terr, tani mi bë paketimin për çaj. Apo është procesi i vështirë ose sa po ju merr kohë deri në Jo. fitimin e produktit? Ku si t'jesh me vullnet, koha nuk shyret, edhe nuk të pengon edhe e gjon kuën për secilin. Se ja gjon kësaj kuën asaj secilës. E vërtet. Kur është në pyetje që e kërkojnë klient edhe dalin të kënaqë klient, me shumë kënaqësi bëhet kjo. Normalisht edhe kur shumë është rezultati i mirë, tjetër Rezultati- edhe më shumë. Rezultati është 100%. Po, i keni klientë jovë, ose prej kur ke fillu mi pas klientë jovë, ose sa po ka të interesum? Ka të interesum Tash kemi pa mbas storjes, kemi pas njerëz. Ka njerëz shumë të interesum, edhe që 2 vite e kënina punën edhe në tregin mobil, na i janë komuna 3 herë në javë dalën në tregin mobil. Me që e përmene komunën keni pas në të një ndimis për krohje? Po, ndimes mas parit me tregin që na i ka leju. Ajo është një ndimes e mirë, e kam edhe një ndimes një kultivator për mi Procesin, prashitin, po. Mu që mi kanë afru, po kanë filluar.